Zjarri i Prometeut. Pse thuhet që zjarrin na I ka falur Prometeu? Tani po ja u tregoj. Si gjithmonë, kush nuk e ka bërë bëjini like faqes dhe videos, shihemi sërish dhe faleminderit që jeni për bashkë. Teksa ngrohem këtu, kujtoj Prometeun. Kush ishte Prometeu? Për ata që nuk e din, Prometeu ishte një titan, pra vinte nga fisi, mund të quhet I titanëve. Titanët ishin perëndi, si mund të quhej kështu, ata që dominonin fillimisht planetin Tokë. Nuk flitej përpara grekëve të lashtë, por tregohet që këto mitologji nisën pikërisht pra nga vitet 700 para erës sonë, 700-600 para erës sonë. Dhe Prometeu ishte ai që krijoi njeriun nga balta. Po, pra për sa I përket miteve të Greqisë së lashtë, pra ashtu siç thonë që të gjitha tekstet, sepse nuk ka version tjetër, ky është versioni që thonë të gjitha tekstet, që grekët e lashtë tregonin për perëndit e atëhershme të Olimpit. Dhe njëra nga këto perëndi ishte edhe më I madhi, Zeus. Dhe Zeusi ishte ai që kontrollonte të gjithë gjysmë perëndit, si mund të quhen, ose perëndit e tjera. Dhe Zeus nuk ishte dakord që të krijojë njeriu, sepse ata jetonin mirë ashtu siç ishin, por në momentin që vendosën që të krijojë njeriu, I dhanë të drejtë Prometeut që t'i krijonte nga balta, dhe kështu që Prometeu I krijoi nga balta, por Prometeu nuk ndeti deri aty, derisa t'i krijonte dhe kaq. Por ai dëshironte që t'u jepte më shumë njerëzve. Dhe tani nuk e dim nëse ishte një laborator apo thjesht I krijoi nga balta njerëzit e parë. Megjithatë, në momentin që I krijoi, shikonte që njeriu ishte I brisht, pra nuk kishte inteligjencë, nuk kishte memorie. Dhe çfarë bëri? Ai I vodhi Athënës ose Atenës ose Dees Athena, I vodhi inteligjencën dhe memorien në një skript ose në një pergament që ishte shkruar, që thuhet në këtë formë për ta kuptuar njeriu, por është në një formë tjetër. Megjithatë nuk dua të zgjatem atje sepse pastaj kalojmë tek alienët. Pra që I modifikoi njerëzit duke u falur pra këtë inteligjencën dhe memorien. Dhe Zeusi u tërbua për këtë, sepse ai kishte dhënë urdhër që nuk duhej absolutisht do flasim dhe për zjarrin, ndiqim me vëmendje. Nuk duhej absolutisht që t'u dhuronte dijen njerëzimit, sepse për ata që nuk e din, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Dhe nëse për shembull ta zem, nëse ti ke disa dele, dhe delet I mban në një vath, një nga delet kërcen nga vathi dhe ikën. Kërcen një herë, kërcen 2 herë, kërcen 3 herë. Çfarë do t'i bësh di deles? Do ta therrësh, apo jo? Apo do ta lësh që t'iki? Normal që do ta therrësh. E njëjta gjë është edhe me njeriun, sepse nëse do ta bëjnë që të gjitha delet, atëherë ti je I detyruar pra që mos të qëndrosh më aty, sepse asnjë dele nuk do kesh nën kontroll. Pra ti je I detyruar që të cungosh delet e para, ti vrasësh delet e para, ato që hidhen nga gardhi, për të mbajtur organizimin dhe për të mbajtur qetësinë e vathit. Është kështu apo jo? Nëse kam gabim më thoni, dhe këtë dëshironte edhe Zeusi. Pra kishte dhënë urdhër që asgjë mos të bënte. Në fakt, në një banket që u bë një herë, teksa Prometeu, sipas mitologjisë, teksa Prometeu kishte ndërtuar njeriun dhe e kishte bërë njeriun që filloi që të komunikonte, të hante, I dha inteligjencën e tjerë, ndonse Zeusi nuk dëshironte. Në atë banket ai u theri një dem, dhe në këtë dem ai, pra Prometeu, I dha mishin njerëzve që kishte krijuar, pra çiftit që kishte krijuar, dhe kockat ja la perëndive, kockat të mbuluara me dhjam, që të shkëlqente dhjami, por ishin kocka në të vërtetë. Dhe kur e zbuloi Zeusi, u tërbua dhe kësaj radhe. Mirë po, nuk bëri prap asgjë,
por ndëshkimi ka qenë pasi Prometeu u fali njerëzve zjarrin, sepse kuptoi që pasi ata kishin inteligjencën, pasi ata kishin memorien, pasi ata ishin të aftë që të gjykonin dhe të komunikonin mes njëri tjetrit, filluan që të kishin ftohtë dhe i thanë që kishin ftohtë. Mirë pa i donte sepse i kishte krijuar vetë si diçka që ti lind një fëmijë. Nëse ti ke lindur një fëmijën tënd, ti e do atë pafund. E njëjta gjë ishte edhe e Prometeut. Pra Prometeu duke i krijuar njerëzit nga balta, qose ishin një çift apo sa ishin, sepse nuk tregohet eksaktësisht se sa ishin, ai i donte ata sikur të ishin fëmijët e tij. Në fakt, ishin fëmijët e tij sepse ashtu i krijoi. Pra, si përfundim, Prometeu në një natë mori zjarrin dhe ja u fali njerëzve, sepse Zeusi në momentin që ata kishin kuptuar rëndësinë e zjarrit, e fshehu zjarrin, sipas mitologjisë, por Prometeu e vodhi zjarrin dhe shkoi dhe ja çoi njerëzve. Atëherë, ky ishte si mund të themi ai shkaku ose ajo pika e ujit që bëri që të derdhej gjithë kupa, sepse nga ai moment Zeusi e mori Prometeun dhe e lidhi në një shkëmb dhe e vendosi poshtë pasi në këtë shkëmb pasi e lidhi dhe e la shqiponjën që shqiponja që dihet se kujt është shqiponja, megjithatë s'ka problem, që t'i hante mëlçin, sepse duhet të dini që mëlçia rigjenerohet dhe sa herë që rigjenerohet mëlçia, ai shkon, pra shqiponja shkon dhe e ha pjesën e rigjeneruar dhe e ndëshkoi këtë që ta bëj për tërë jetën, por ai pastaj e fundosi, pra e vendosi Prometeun në thellësi të malit të Tartarit. Tani, se ku është mali i Tartarit, mjafton që të futeni në Google dhe shihni se ku është mali i Tartarit. Dhe është e çuditshme kjo, sepse përveç shqiponjës, malit Tartarit, zërit, Zeusit, etj, Afrodita, apo Athena, të gjitha këto kanë lidhje me një gjuhë që nuk kuptohet, pra në gjuhën e vjetër greke. Megjithatë, nuk dua të ndalem këtu sepse nuk dua të hap polemika, unë thjesht hap disa biseda sepse ka disa pikë pyetje ndonjëherë që njeriu duhet t'i kuptojë. Normal që pas 2000 viteve nuk është e vështirë që ti të vërtetosh gjëra të tilla, por ka diçka. Ç'është e vërteta, ka diçka të dyshimt. Megjithatë, doja të thosha që Prometeu që nga ajo kohë, pra nga koha që Zeusi e vendosi, pra e burgosi në thellësi të malit të Tartarit, nga ajo kohë, pra zjarrin ja u la njerëzve, por bëri diçka tjetër. Pra Zeusi së bashku me perënditë e tjera, si thuhet, iku nga Olimpi. Pra vendosi që t'ikte në Olimpi sepse tashmë njerëzimi kishte marrë dijen e dur dhe kishte arritur pushtetin e dur. Dhe nga ky moment ai e dinte mirë që mund të ndodhte edhe një përplasje. Jo sepse njerëzit ishin shumë të fortë, po ai nuk donte në fund që kjo përplasje të gjeneronte probleme të mëdha. Dhe kështu që kjo është historia ose mitologjia e Prometeut që u vodhi zjarrin perëndive ose perëndis dhe ja u fali njerëzve. Megjithatë, mit ose jo, legjend ose jo, të trojëve të njërit apo të tjetrit ose jo, zjarri është shpikja më e madhe që ka bërë njeriu, ose që e bëri Perëndia. Nuk e di kush ka qenë, po ka qenë padyshim një shpikje e madhe. Po ta shikoni në thellësi, shikoni nëse do gjendet një njeri në një pyll, si mund ta gjej ai zgjidhjen se si do zgjidh, do bëj zjarr. Nuk po flasim për sot që ne i dim metodat, por dikur që nuk dinte metodat. Dhe nga një ranë unë mendoj që kanë të drejtë kur thonë që ka diçka që lidhet me një mit, që ne i cilësojmë si përralla. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbar dhe rroft Prometeu për zjarrin që na fali. Kaloshi bukur.